Përshëndetje të nderuar miq, jemi në atmosferën e festave të nëntorit, dita e alfabetit, 28-29 nëntori, aktivitete, promovime librash, por si po festohet dhe si po kalon kjo atmosferë në trevat tona, do të shkojmë për këtë për të folur në Maqedoninë e Veriut me historianin Arben Valla. Zoti Valla, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe gëzuar festat e nëndorit. Gëzuar për gjithë shqiptarët kudo që janë. Por këto festa ndjen më shumë, ashtu sikur ne kemi diskutuar edhe më herët, në treva, sesa ndoshta në Tiranë, në pjesët e tjera të shqiptarëve. Si janë festuar aty? Ka pas aktivitete të shumta nga ambasada jon atje. Ju keni promovuar librin Korçov, festat pastaj 28-29, si na gjen dita e alfabetit? Të gjithë festat, domethënë dhe të alfabetit 22 nëntori dhe 28 apo 29 nëntori, këtu festojnë si muaj nëndor, domethënë muaj i festave. Fillojnë aktivitetet që më herët me programe, me muzikë, ku dhe në Shkup, edhe në Tetov, edhe në Strug, edhe në Korçov, dhe në Dibër, dhe kudo, janë festuar dhe në manastir, domethënë 22 nëndori që është festë shtetërore dhe në Shqipëri, ka një vit më të gaboj apo dy, që është festë shtetërore, festojnë ashtu siç i ka hije, me atë sakrificin që kanë shqiptarët e Maqedonisë, ku ka rreth një vit e gjysmë, 2 vite që kur ka ardhur vëmëroja me Vlenin pushtet, ka i çik ndrydhje, ka i çik ndalesa për këto gjëra, nuk është si më parë, por përsëri shqiptarët me këmbgulje me ato për të mbrojtur identitetin e tyre, flamurin, gjuhën dhe kombin i kanë festuar kudo, siç i keni parë dhe nëpër media, kudo është festuar shumë mirë dhe tani që ishte edhe presidentja e Maqedonisë së Veriut në aktivitetin e organizuar nga ambasada jon? Ditën e hënë ambasada e Shqipërisë me ambasadorin e Shqipërisë në Shkup, zoti Denion Mejdani, organizuan në një hotel të madh atje, organizuan një mbrëmje me rastin e 28 dhe 29 nëndorit festave, ku kishte rreth 1000 pjesëmarrës me veshje kombëtare, me flamur, ishte edhe presidenti i Republikës Maqedonisë Veriut, ajo që më ra në sy mu këtë herë, domethënë një fjalim pompoz, një fjalim shumë diplomatik dhe shumë real i ambasadorit Shqipërisë, është një nga ambasadorët e pakët, do të them që edhe zoti Arben Çeku ka qenë një ambasador i mirë në këto festime, duke shprehur që ku ka qenë zoti Reka 10 vite ambasador, ka pas një boshllëk, ka pas një dembilëzëm në këto, ase duhet i themi kush diplomata dhe ambasador të tjerë, që i kam njohur nga viti 2003 këtej. Zoti Mejdani me fjalë si ambasador i Shqipërisë bëri dhe një akt tjetër dhe human dhe kombëtar, ku disa voglush të shkollës shqipe në Butel, nuk i la kryetarja, drejtoresha e shkollës, mos gaboj, të festonin festën e flamurit apo 22 nëndorin, ai ftovi këta fëmijë me veshje kombëtare me flamur të jenë mirëpritës të mysafirëve të tjerë, domethënë i rreshtovi në krah të tij, një akt sa human, sa përkrahje, sa miqësor, që fëmijët preken shumë shpejt kur i ndalon një festë kombëtare ashtu, të presin të gjithë të ftuarit, rreth të 1000 të ftuar që të huaj, domethënë trupa diplomatik, qeveritar, shqiptar, domethënë edhe shumë të tjerë që ti presin. Për kryeministrin se presidenti ai ishte, po kryeministri apo nuk keni dieni? Çdo njeri ftohet nga trupi diplomatik, domethënë nga ambasada e Shqipërisë këtu ftohet, të gjithë qeveria ftohet, trupi diplomatik i huaj, ftohen personalitetet edhe maqedone dhe tjerë. Pastaj varet ata siç e kanë. Për shembull, unë po them ku ka qenë zoti Arben Çeku 2 herë ka ardhur kryeministri në atë kohë dhe presidenti dhe Ivanovi dhe Gruevski në festën e 28 nëndorit, kam qenë ftuar gjithmonë këto dhe i kam parë në atë kohë. Këtë herë nuk ishte. Kjo tregon një indiferentizëm ndaj kësaj gjëje, edhe pse 2 ditë përpara kryeministri i Maqedonisë ishte në Tiranë dhe ne respektuam, ku ai bëri promovimin e klubit të VMRO Patriotike, ku është një klub politik dhe ideologjik në një shtet tjetër, është çik problem në aspektin diplomatik dhe Shqipëria e lejovi dhe nuk bëri në një not proteste me fjalë si të hapim një parti neve të PS-s apo PD-s në Shkup, fjala vjen. Por nuk është problem. Ne qëndrojmë më lart, tek i fundit jemi më shumë në numër edhe se maqedonasit në Ballkan edhe se shumë të tjerë, domethënë po ti shohim shqiptarët dhe nuk duhet të mërzitemi. Ne kemi bërë tonën, ftesën tonë që ata të vinin, është gjë tjetër. Por ne rëndësi ka që ne kaluam mirë vetë, sepse ishte festa jonë tek e fundi, festa jonë kombëtare, festa tona. Po ky 22 nëntor, dita e alfabetit, si e gjen gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut? Betejat vazhdon, në mos gaboj tani për ato çështje që ju i dini më mirë, është gjykatë kushtetuese, nene, më thash.
Në të vërtetë unë kam thënë shpesh që gjuha shqipe asnjë nuk ka qenë zyrtare dhe barabartë me maqedonishtën, me si shtet, po ka qenë e avancuar, domethënë e forcuar vit pas viti gjatë kohës që ka qenë BDI-a në pushtet. Nuk ka qenë atë të barabartë që themi, po ka qenë e forcuar dhe avancuar. Këtë ka një tkurje, ka një kështu sepse unë shoh që dokumentat që marr çdo 6 muaj, marr dokumentat unë, certifikata martese, certifikata nga gjykata, certifikata të tjerë këtu për leje qëndrimi, dhe llogaritet i çdo 6 muaj për një leje qëndrimi një vjeçare, llogaritet 24 vite sa herë marrun dokumentat dhe shoh që ka mungesën e gjuhës shqipe. Edhe pse unë këmbgul më duhet gjuha shqipe 2-3 herë kam refuzuar dokumentat, këto pastaj thënë merre sos punë thonë sepse do ngelesh dhe pa leje qëndrimi. Pra duket që ka një tkurje të zbatimit për gjuhën shqipe dhe unë e shoh errësirë zbatimin e gjuhës shqipe në bazë të marrëveshjes ore dhe në bazë të Kushtetutës së Republikës Maqedonisë së Veriut, zbatimi i gjuhës shqipe dhe llogaritet një lloj si pakicë e vogël kombëtare me romët, me egjiptasit këtu, me bosnjakët, me turqit, me betejë që nuk është fituar akoma. Nuk mundet ta fitojmë neve nëse kemi ministra apo deputet vasal apo punonjës administrativ vasal shqiptar apo lojal të themi më ëmbël ndaj strukturave shtetërore këtu që bëjnë presione të tilla. Pra nuk janë të rastësishëm, derisa librezat e nxënësve në një shkollë shqipe këtu në Tetov ka pas denoncime para një muaji, librezat e fëmijëve të shkollës, ku 100% janë nxënësit shqiptar, 100% mësuesët janë shqiptar, librezat janë shpërndar vetëm në gjuhën maqedonase, ku deri dia për fjala vjen kishim në 2 gjuhë. Ne nuk po kërkojmë zhdukjen e gjuhës maqedonase, po ti në 2 gjuhë në bazë ashtu siç takton ligji. Pra, përfundimisht do ta them gjuha shqipe këtu prej 2 vitesh është më e tkurrur se greqishtja në 2 bashkitë që kemi në Dropull neve, në Finiq dhe në Dropull. Pra llogaritet i rreth 800.000 shqiptar apo dhe më shumë, po 800.000 që njihen si zyrtarisht, gjuha atyve krahasohet me rreth 50.000 apo 60.000 minoritar që kemi në Shqipëri, që jemi 4 milion shqiptar. Ndërkohë që përqendrohet e atmosfera pozitive për të harruar problemet në këtë muaj, vazhdon me 28-ën dhe 29-ën. Do shikojmë datë 28 se ka një friksim që policia, si shton, nuk është praktikuar ende, që kush do ta ngrej flamurin e Shqipërisë në 28 nëntor apo 29, do gjobitet. Unë për veten time e kam ngritur në shtëpinë time që në datën 20, se i filloi festat që në datën 22. 25 kemi pavarësinë që është shpallur në Elbasan, që nëse unë vi nga Elbasani, edhe deri në 30, dhe gjithmonë këtu e kam varur në shtëpinë time, në qendër Tetovës, ku kam qenë me shtëpi në periferi të Tetovës ashtu. Dhe përsëri nuk paktën me mua nuk merren dot. Pra më kujton në mos gaboj atë që ndodh çdo vit në bashkinë e Preshevës, e cila në mos gaboj disa vite më parë ish kryetari ka deklaruar që është jobitur për ngritjen e flamurit, por dhe kryetari aktuale, pra nga autoritetet serbe. Kjo që pritet ndodhet edhe në Maqedoni? Dje, sot sa flas Maqedoni nuk ka ndodhur kjo gjë. Por flitet në zënë për kafenet shqiptare. Dhe njëherë, nuk ka ndodhur. Do kemi të qartë. Në kuadrin e pikpyetjes. Po, të pikpyetjes. Uroj që mos ndodhi, sepse shqiptarët pastaj kapin mbrapsht. Shqiptarin me inat askush nuk e ka mundur dot. Shqiptarët ja kanë marrë mend edhe kanë mundur vetëm do e marrë me ëmbëlsi dhe me diplomaci. Por uroj që mos ndodhi, uroj që të kenë, për shembull do të them një rast, duket si banal, në datën 21, 22, edhe dje që pata promovimin e librit në Kërçov, flamuri shqiptar dhe maqedonës ishin në gjithë rrugët e Kërçovës. Edhe pse kryetari i bashkisë është maqedonas dhe kryetari i këshillit është turk. Punë Tetov nuk është vend. Në rrugët e Tetovës me ligj, është me ligj kjo, që kryetari i bashkisë dhe kryetari i këshillit janë shqiptarë, nuk është vend flamuri shqiptar dhe flamuri i Republikës Maqedonisë së Veriut në rrugët e qytetit në bazë të ligjit. Mos harroni, ligji në 22 nëntor lejohet që gjithë bashkitë ku shumica janë shqiptarë duhet të jetë flamuri kombëtar i qytetarëve dhe flamuri shtetëror. Në Kërçov, po them, jo për ta mbrojtur ata, datë 21, 22 dhe dje që ishte në rrugët e Kërçovës ishte flamuri shqiptar dhe flamuri shtetëror. Edhe pse kryetari i bashkisë jo për ta mbrojtur është maqedonas. Nëse në Tetov që është shqiptar Bilal Kasami dhe kryetari i këshillit shqiptar, nuk kemi asnjë flamur shqiptar në rrugët e Tetovës, në një Tetov ku 85% janë shqiptar, në një Tetov ku është kërthiza e patriotizmit shqiptar shekullor. Mos harroni, Tetova njihet dhe në kohën e Perëndisë Osmane si qytet patriotik. Dhe në kohën e Jugosllavisë ku ka ngritur flamurin 68 për flamur janë vrar këtu shumë,
për themelimin e Universitetit të Tetovës dhe qyteti nuk është në datën 22 që ja lejon ligji, se në datën 28 nuk ja lejon ligji me ligj. Do themi këtë pas ligjeve të kushtetutës. Ligji ja lejon për festat që ka Bajrami, Krishtlindjet që i kanë, për shembull se janë festa këtu, po dhe 22 nëntor. Por as Krishtlindjet atje, me sa ju keni deklaruar në biseda që ne kemi zhvilluar më herët, atje nuk dizën as dritat e fundvitit. Tani as ta muri jo. Por tani këta, kështu është tani këtu, kur janë vasalët, me zor ne flasim, themi të vërtetën, mbrojnë të vërtetën, po kush në ngjon? Tek i fundit populli i voton. Pastaj themi, çdo popull ka qeverinë që meriton. Dhe i vën pikë. Zoti Dada, në sfond ju keni librin që keni promovuar pra në Korçov, Aristidh Kola dhe Shtypi Shqiptar. E keni promovuar në mos gaboj edhe në Tiranë pak kohë më parë, po çfarë do të thotë kjo? Kush është figura e tij, çfarë simbolizon? Ju keni mjaft fujtime qyteta me të incizime përveç asaj të Shtypit. Kush ishte Aristidh Kola? Libri promovohet për herë të parë, as në Tiranë nuk është promovuar ky libër, është promovuar libri i Arvanitasve. Është promovuar libri i Aristidh Kolës në Korçov dje, në datë 25, jo rastisht e vuna datën 25, meqense është pamërsia e Elbasanit që ka shpallur pamërsinë e Shqipërisë, 25 nëntor, dhe unë e promovova në Korçov, një libër që e kam shkruar realisht para 20 vitesh, e kisha ruajtur mas 25 vitesh që ka ndruar jetë Aristidh Kola, domethënë në 11 tetor vitit 2000, ne jemi tani në nëntor 2025, për ta përkujtuar dhe një herë këtë figurë intelektuale, arvanitase, që i ka dhënë shumë kulturës shqiptare, sidomos dhe luftës së Kosovës, që ka qenë një nga zërat e pakët, bashkë me 2-3 arvanitë të tjerë, Jorgo Mia, Jorgo Gjeru dhe Jorgo Korizis, që kanë dalë atëherë 2 vite nëpër mediat e kanalet televizive greke, që i thoshin Greqisë mos e përkrani Serbin, mos e përkrani Miloševićin, ne jemi me shqiptarët vëllezër, jo me slavët, ku Aristidh Kola i ndjeri ka shkruar edhe një libër në 95-ën, Greqia në kurtin e serbëve të Miloševićit, ku Miloševići pati propozuar atëherë ndarjen e Kosovës, Maqedonisë, midis Serbisë edhe Greqisë, plane të tilla me letra, me nënshkrime këto, dhe unë si mik atij që kam qenë mik familje i Aristidh Kolës, edhe i bashkëshortës dhe njifem familjarisht, dhe në 2006 kemi pasur kontakte familjare edhe me bashkëshortët dhe me fëmijët, edhe e përkujtoj gjithmonë sepse kam mësuar shumë gjëra nga një njeri para se ndronte jetë një muaj, në gusht të 2 mishit erdhi në Selanik, ne jeti 10 ditë, më tepër se një 10 ditë duhet kemi ndetur në pushime Selanik, në Kagidiki, dhe kemi ndetur bashkë 3-4 ditë, ku mësolli një arkiv me revista, me dokumenta, me broshura, me libra. Ku e pra ambiente? Për të mi lënë mua këto që heca përpara më tej si historian që jam përkujtuar shqiptarëve të Greqisë, ka qenë Aristidhi që më ka futur në thellësi, sepse kisha njohje, kisha lexuar, kisha shkruar si gazetar për shqiptarët e Greqisë, edhe arvanitët dhe çamët në atë kohë, po jo kaq thellë, për shkak ky njeri që u detyrova pastaj që të studioj edhe për histori dhe për gjëra tjera, me një fjalë, dhe jam mirënjohës gjithmonë këtij njeriu, këtij intelektuali të urtë, një intelektual i qeshur, një paqësor, ku gjithmonë ngrinte zërin për paqen midis Shqipërisë dhe Greqisë. Çfarë mendoni realisht në biseda që ju keni zhvilluar Aristidh Kola për grekët, për Greqinë, për shqiptarët e Çamërisë, për të ardhmen, për politikanët, atë situatë, pro që ai mendonte që do vinte në të ardhmen, si e shikonte vazhdimsinë? Aristidh Kola Çamët i ka ngritur lart duke studiuar këngët dhe vallet e tyre, dhe valli i Çamit që një valli e Trimërisë që është valli i lire, domethënë është e trashëguar, e kanë ruajtur vetëm Çamët. Domethënë është ajo valle që hypën e ve këmbën në gjoks të një valltari tjetër që kërktet dyshe, kjo valle po dhe më shumë po dyshe e katën, është valle triumfale, thoshte Aristidh Kola, dhe ai ka qenë, domethënë po ja u them, e kam thënë edhe herë tjetër, ka qenë njeriu paqësor që edhe ku ka pas marrëdhënie të ngrira në 94-ën, zoti Sali Berisha si presidenti i Shqipërisë me Greqinë, ai ka ardhur si misionar nga Karolio Papuljas në atë kohë, ministri i jashtëm i Greqisë dhe ai në origjinë nga Çamëria, Papuljas i ndjeri, i ka qenë dhe presidenti i Greqisë, erdhi për të shkrirë këto akuj. Ka qenë njeri që gjithmonë paqësor midis dy vendeve, sillte shumë afër, por shumë pak njerëz janë
që e duan me sinqeritet miqësinë greko-shqiptare apo vllazërinë greko-shqiptare. Ai që në 94-ën Enver Hoxha, domethënë, i ka dërguar një letër falënderimi dhe mirënjohje Aristid Kolës për kontributin e tij që ka bërë, domethënë në 83-shin ku botovi librin Arvanitët dhe origjina grekëve, i çoi një kopje Enver Hoxhës, domethënë atëherë sekretari i Partisë Komuniste apo udhëheqësi i vendit tonë, dhe ai e falenderoi me letër. Po kështu edhe zoti Recep Mejdani, presidenti i Shqipërisë, e ka nderuar me mirënjohjen e lartë, me titullin e lartë të Naim Frashi klasi parë. Dhe ai i ka çuar letër, domethënë ka qenë njëri që është vlerësuar nga presidentët e Shqipërisë. Pra nga Italia, Berisha e më thash gjithë tjerët. Domethënë flasim Bamir Topi, domethënë këtu përjashtojmë zotin Meta që si president nuk bëri ndonjë gjë, vlerësim të atit edhe pse kishte kërkesë për ta shpallur nderi kombit, është i vetmi që ashtu. Mojsiu e ka nderuar, pra gjithmonë është nderuar nga personalitetet e presidentët e Shqipërisë, qofshit komunistit apo qofshit të demokracisë. Një figurë shumë dimensionale, tani mbetet prezantimi besoj edhe në Tiranë, duke qenë se unë ngatrova në fillim me librin tjetër tuaj, para Arvanitasit. Unë do bëj sa mundem për të promovuar figurën e tij, për ta marrë gjallë, sepse ne ku nderojmë figurën të tilla, edhe të tjera, jo vetëm Aristid Kolën, ne nderojmë rreth veten tonë, sepse ata janë njerëzit tanë, janë gjaku ynë, janë gjaku i shprishur, që i themi i shpërndarë joni. Domethënë, pra, ne nuk nderojmë ata, po nderojmë veten tonë. Këto janë pak misionarë, siç ka qenë Aristid Kola, Papa Antoni Belushi i Arbreshve, janë misionarë dhe marathonarë që i kanë dhënë shumë. Edhe Antoni Belushi, i ndjeri që e kisha mik mirë, i ka dhënë shumë çështjes kombëtare që në dimensione më të gjera se Aristidi ku flasim, edhe në Australi, dhe në Amerikë, dhe në Kosovë, po dhe kudo Antoni Belushi. Ka qenë një figurë dhe i shumë e lartë. Pra pak janë të tilla figura që ne duhet t'i nderojmë dhe respektojmë. Dhe mos harrojmë që iniciativat për vlerësimin e figurave të tilla të këtyre kanë ardhur nga njerëz të thjeshtë, për shembull një njeri i thjeshtë në përmet ish këshilltar bashkie Dritan Hoxha ka propozuar që Aristid Kola të shpallet lulishte atje, dhe një lulishte apo një bulevard atje shesh me emrin Sheshi Aristid Kolës në përmet, që shumë pak njerëz e dinë. Një rrugë në Tiranë me emrin Aristid Kolës, pra shumë pak e dinë. Bashkia Skënderaj në Kosovë në 2004 e ka shpallur qytetar Nderi. Nuk di për rrugën Kosovë, po e di se kam qenë prezent kur dhe bashkëshorti i Aristidit atëherë në 2004 ka marrë titullin në qytetar Nderi të Aristid Kolës i Bashkisë së Skënderajt në Kosovë. E shumë çmime tjera, po shumë pak sepse shteti jon nuk merret me të tilla gjëra. Shteti jon merret me rrugë, me korrupsionin e rrugëve, me këto gjëra, duke luftuar me spakun, jo duke vlerësuar kulturën, gjuhën, historinë dhe traditën tonë, se duke njohur vetveten dhe historinë tonë ne jemi krenar për këtë që jemi. Zoti dha suksese me librin e ri dhe faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve.